Kështu duken disa nga ushtrimet që policia e Kosovës do t'i bëjë si vjet. A do të mund të marrin pjesë njësia speciale në këtë garë ndërkombëtare? A rrezikohet të shkojnë me barkun bosh atje? A i dini që policët tonë elitarë munden edhe mos më na përfaqësu fare në garat ndërkombëtare si vjet që do të mbahen në Jordani? Qysh? Fillimisht po du me ju tregu që njësia speciale e policisë së Kosovës në qershor të këtij viti ka pas me na përfaqësu në garat ndërkombëtare ku marrin pjesë shumë shtete me njësitë elitare të tyre që si vjet organizohen në Jordani. Specialsave për me marrë pjesë në këto gara i duhen shtesa ushqimore që nevojiten për ushtrime dhe garë e kur shumica prej tyre janë suplemente. Policia jonë duhet përmes procedurave tenderuese me marrë një kompani që ja ofron këto shtesa ushqimore për çka ka shpall të nder, mirë po ky proces po shkon të u zvarrit. Madje është anulu 2 herë nga prokurimi për shkak të procedurave tenderuese. Lajmi.net e ka siguruar edhe dosjen e plot të këtij tenderi. Këto që po i shihni tani janë ushqimet që policët tani kanë kërku për garën që do të mbahet. Të njëjtat shtesa ushqimore tani po i shihni edhe me sasinë e tyre e normalisht që të gjitha këto dokumente janë ofruar tek ofertuesi ose operatori ekonomik që ka apliku për këtë tender. Fillimisht, policia e Kosovës kishte njoftuar për vendimin e anulimit të aktivitetit të prokurimit më datë 30 prill 2025 për shkak se asnjë nga ofertat e pranuara nga ofertorët ekonomik Power Food dhe Access Solution nuk ishin të përgjegjshëm dhe nuk i plotësonin kushtet dhe kriteret që kërkoheshin për policët. Ky ishte vetëm dështimi i parë, pasi që operatori ekonomik Access Solution nuk i plotëson të gjitha specifikat teknike të kërkuara si mbrojtje të nyjeve, e cila është kërkuar në një servim. Mungojnë të dhënat në katalog dhe broshur, derisa mungojnë edhe proteinat whey, proteina, ndërsa ka ofruar 30 gram të tjera. Arsye pothuajse të njëjta ishin edhe për operatorin tjetër ekonomik aplikues, Power Foods. Procedura tashmë kishte shkuar në ritenderim ku më datë 6 të këtij muaji u njoftua prapë për anulimin e aktiviteteve të prokurimit. Unë kam kërku përgjigje edhe nga policia e Kosovës se si do t'ja bëjnë nëse këto suplemente nuk sigurohen deri me datën kur mbahen garat, mirë po deri në publikimin e kësaj historie nuk kemi marrë përgjigje.